Mirë se vini në bota e horoskopit. Le të fillojmë të shikojmë çfarë na thonë yjet për 12 sinjat e zodiakut për ditën e premte 10 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, këtë të premte, mendja të rikthen një zakon të mirë që dikur ishte pjesë e përditshmërisë tënde, por me kalimin e kohës e ke lënë pas dore. Mund të jetë një stërvitje që të mbushte me energji, një rutinë kujdesi për vete që të bënte të ndihesh mirë, ose një mënyrë organizimi që të ndihmonte të ishe më produktiv në punë. Çfarë do qoftë arsyeja, tani e kupton se të ka munguar shumë. Mos e shiko këtë si një dështim, por si një mundësi për të rifilluar. Nuk është kur vonë për të rikthyer të zakonet që të bëjnë të ndihesh më i fortë, më i qetë dhe më i sigurt në vetvete. Nuk ke nevojë të ndryshosh gjithçka për një dite, mjafton të bësh hapin e parë dhe të rikthesh një zakon të vetëm në rutinën tënde. Energjia e kësaj të premteje të ndihmon të rivendosësh ekuilibrin dhe të kujtosh versionin më të mirë të vetes. Duke kujdesur për detajet e vogla, do të ndihesh sërish i motivuar dhe gati për sfidat që të presin. Ndonjëherë, ndryshimet më të mëdha fillojnë pikërisht nga rikthimi i një zakoni të thjeshtë. Demi. Hyrja e Venusit në shenjën e Virgjireshës Dem zgjon tënde krijuese dhe e mbush këtë ditë me energji pozitive. Nëse ke një projekt që e ke nisur dhe e ke lënë pezull disa herë, kjo ditë është momenti ideal për të rikthyer me përkushtim. Përqendrimi yt është më i fortë se zakonisht dhe nëse i kushton pak kohë pas përqendrime, mund të arrisë rezultate që do të bëjnë krenar. Kjo është një ditë e favorshme për të shprehur talentin tënd Dem, për të zhvilluar ide të reja dhe për të përfunduar punët që kanë pritur prej kohës, mos e nënvlerëso fuqinë e hapave të vegjël, sepse pikërisht ata do të çojnë drejt suksesit të madh. Edhe në jetën sentimentale, energjia është shumë premtuese. Një person që deri tani ka qenë thjesht një interes i lehtë, mund të fillojë të zënë një vend më të rëndësishëm në zemrën tënde. Do të ndihesh më i hapur për biseda të sinqerta, pyetje më të thella, më njohje më nga afër. Nëse je në një lidhje, kjo është një ditë ideale për të forcuar besimin dhe afërsinë me partnerin. Lejoje zemrën të flasë, sepse sinqeriteti do të afrojë edhe më shumë me njerëzit që kanë rëndësi për ty. Binjakët. Kjo e premte binjak, të fton të reflektosh mbi të kaluarën dhe ndikimin që fëmijëria ka pasur në jetën tënde. Njerëzit që të rrethuan gjatë viteve të para jetës kanë ndihmuar në formimin e karakterit, bindjeve dhe mënyrës se si përballon sfidat sot. Është koha të pyesësh veten, cilat mësime ja vlen ti mbash dhe cilat zakone apo modele sjelljeje është më mirë të lësh pas. Gjatë ditës mund të rikthehen kujtime ose situata që të bëjnë të mendosh më thellë. Mos e shmang këto ndjenja, përfundrazi. Shikoj si një mundësi për të kuptuar më mirë veten dhe për të marrë vendime më të mençura. Megjithatë, mos haro se e kaluara nuk e përcakton të ardhmen. Ti ke fuqinë të zgjedhësh një drejtim të ri dhe të krijosh jetën që dëshiron, pavarësisht nga përvojat e së shkuarës. Besoj i intuitës, mëso nga çdo përvojë dhe ec përpara me besim. Çdo hap që bën sot mund të afrojë më shumë me versionin më të mirë të vetes nesër. Gaforia. Merkuri në prapavika, Gafore, ka sjellë disa keqkuptime dhe vështirësi në komunikim gjatë kësaj periudhe. Dhe sot mund të ndihesh ndikimin e tij. Ndoshta ke shtyr prej ditës një mesazh, një telefonat ose një bisedë të rëndësishme, sepse nuk gjeje fjalët e dura ose kishe frikë se mos keqkuptoheshes. E megjithatë, kjo e premte sjell një ndryshim pozitiv, mendimet bëhen më të qarta dhe fjalët vijnë natyrshëm. Nuk ngjen më nevojën të analizosh çdo detaj apo të kërkosh përgjigjen e përsosur. Mjafton të jesh i sinqert dhe të shpresh atë që ke në zemër. Pasi të bësh hapin e parë dhe të sqarosh atë që të ka rënduar prej kohës, do të ndjesh një lehtësim të madh emocional. Do të kuptosh se ndonjëherë e vërteta e thënë me qetësi ka më shumë vlerë se fjalët e zgjedhura me kujdes. Kjo e premte është dita ideale për të mbyllur keqkuptimet, për të forcuar marrëdhëniet dhe për të ecur përpara me zemër më të lehtë dhe me mendje të qetë. Luani. Luan, ti je një person i guzimshëm dhe nuk ke frikë të marrësh rrezik, sidomos kur beson se ato do të sjellin përfitime në të ardhmen. Edhe në çështje financiare zakonisht vepron me vetbesim, por kjo e premte të fton të tregohesh më i kujdesshëm me mënyrën se si menaxhon paratë. Energjia e Virgjireshës të ndihmon të vësh re detajet që më parë mund të kishe anashkaluar. Ndoshta ke bërë disa blerje të nxituara, ke shpenzuar më shumë se ishte e nevojshme, ose ke haruar të anullosh një abonim që vazhdon të marrë para çdo muaj. Kjo e premte të jep mundësinë të identifikosh këto gabime dhe të korrigjosh para se të bëhen një barë e madhe. Mos e shiko këtë si një kufizim.
por si një mundësi për të ndërtuar një të ardhme financiare më të qëndrueshme. Çdo vendim i zgjuar që merr sot do të japë rezultate në javët dhe muajt që vijnë. Me pak disiplinë dhe organizim, kjo dytë mund të shënojë fillimin e një periudhe me më shumë siguri, stabilitet dhe bollëk ekonomik. Virgjëresh, energjia e kësaj të premteje është plotësisht në favorin tënd. Me hënën dhe Venusin në shenjën tënde, ndihesh më e përqendruar, më organizuar dhe më sigurt në aftësitë tua. Çdo ditë që ke përpara të duket më e lehtë për të menaxhuar dhe do të arrish të përfundosh shumë më tepër nga sa kishe planifikuar. Kjo është një ditë ideale për të nisur projekte të reja, për të rregulluar detaje të rëndësishme ose për të marrë vendime që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen. Intuita dhe logjika punojnë së bashku, duke të ndihmuar të zgjedhësh rrugën më të mirë. Në të njëjtën kohë, nyja e jugut në shenjën tënde të fton të reflektosh mbi rrugëtimin që ke bërë deri më sot. Ndoshta nuk e kupton gjithmonë sa shumë je rritur si njeri, por nëse ndalesh për një moment dhe shikon pas, do të vësh re se sa sfida ke ka përcyer dhe sa më fort je bërë. Vlerësoje arritjet e tua, mëso nga e kaluara dhe ec përpara me besim. Kjo ditë të kujton se puna, durimi dhe përkushtimi yt japin frytet që ke pritur.